Një banesë një kaçe u shkrumbua nga flakët e zjarrit mesditën e kësaj të shtunë, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Flakët u shfaqën rreth orës 12 dhe u përhapën në të gjithë shtëpinë në pronësi të Çemal Gurit. Në momentin e zjarrit brenda shtëpisë nuk ishte asnjë nga familjarët, por ka qenë fshinjët të cilët konstatuan flakët dhe njoftuan zjarrfikset. Këta të fundit mbërritën menjëherë në adresën e dhënë dhe bën të mundur vënien nën kontroll të zjarrit duke shmangur përhapjen tek objektet e tjera përreth. Në prononcim për mediat, një afër me familjes tregon momentin e parë kur është njoftuar për zjarrin. Sipas saj, dyshohet se shkaku mund të jetë një shkëndijë elektrike, por priten hetimet zyrtare për të përcaktuar arsyetë e sakta. Sa tonë për shtëpi, të shtëpi të vaj. Vetëm kur na thirrë përfshi. Hajde një vrap, dhe shkërpon tive të dalë të drejtore. Kjo është një shpiki, kamo. Kërënti, kështë s'kemi, bëmbër gazë nuk bajmë. Dhe shkërënti, se kondicioneri ka qenë leza njëse, plaka ne ka dhoma ne ka. Vërë grurë, se kilomet janë një shtetit i vetë që vetë vitë shopi vetë, që me nërë mujë, vetëm i pensionon, vetëm i zotë të shpitëm. Nga veprimet paraprake dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, ndërsa dëmet e shkaktuara brenda shtëpisë janë të konsiderueshme.